Me mesatarisht mbi 2500 raste në vit, dhuna në familje mbetën ndër shqetësimet kryesore për gratë në Kosovë, pasuar nga sfida tjera si pabarazia ekonomike apo shkalla ulte e përfaqësimit në jetën publike. Vlora Tuzinushi, shefi i zyrës së UN Women në Kosovë, tha se mbrojtja e të mbjetuarve të dhunës kërkon veprim të përgjithshëm. Të mbjetuarat e dhunës është shumë e rëndësishme të mos i shohim si viktima, por që gra që janë të fuqizuara dhe që duhet t'i ndihmojnë që ato të fuqizohen të jetojnë jetën në mënyrë të normale. Paolo Connor nga ambasada britanisë së Madhe në Prishtinë tha se dhuna me bazë gjinore është e përhapur dhe universale dhe rrënjosur në pabarazinë gjinore. It threatens the lives and well-being of women and girls. Ajo kërcënon jetën dhe mirësinë e grave dhe vajzave, pengon ato të kenë mundësi themelore për lirinë dhe zhvillimin e tyre dhe dëmton demokracinë dhe paqen. Jam i sigurt që shumica prej jush janë të njohur me statistikat, por ja vlen të kujtojnë se sa të zymta janë ato. 1 në 3 gra globalisht do të përjetojnë dhunë fizike apo seksuale gjatë jetës së tyre, tha ai. Leonida Molliqaj nga organizata jo qeveritare Qika thotë se qytetarët në Kosovë nuk janë shumë të informuar për llojet të ndryshme të dhunës që ushtrohen mbi gratë. Zakonisht dhuna konsiderohet vetëm dhunë fizike. Do të thonë studimet ndryshme që janë bërë anketa me gra, nëse i kanë pyet për çështje të saktuara, nuk e kanë ditë a i bën dhunë apo nuk i bën dhunë, po ashtu as kryesit e veprës nuk e kanë ditë që mundën mu dënu për çat formë dhunës, sepse kanë konsideruar ta zëm që bërtima ose dhuna psikologjike është temë shumë i ri në Kosovë, mandej dhuna ekonomike është tjetër. Aden edhe ideja u kon me fol për krejt që në mënyrë që me i ndal si një herësh ose luftën me e bo për një herë për krejt format. Arita Rezniqi nga Instituti i Kosovës për drejtësi tha se një nga mekanizmat që do të ndihmon të mbjetuarat e dhunës është edhe ndihma juridike falas, pasi sipas saj shumë qytetarë heqin dorë nga ndjekja penale për shkak të pamundësisë financiare për të sfiduar një problem të caktuar ligjor. Në veçanti gratë, domethënë në bazë të raporteve të mëhershme, tregojnë se 32% e tyre janë të keq informuara lidhur me përfaqësimin juridik që mund ta kenë në këtë situatë, ndërsa 66% e tyre nuk kanë pas fare, domethënë njohuri mbi mundësitë për të marrë ndihmë juridike falas. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, gjatë vitit 2024 janë raportuar afër 3000 raste të dhunës në familje në polici, prej të cilave afër 2400 raste përfshin gratë, ndërsa 603 raste burrat. Organizata për mbrojtjen e grave në Kosovë pritet që nesër të protestojnë në Prishtinë për si shton mbrojtjen e dinjitetit, sigurisë dhe mirëqenies së të gjitha grave dhe vajzave. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.